Dhe jena këthy për 5 minuta, gati për me vendos salatën turshi në kavanaz. Vesh 5 minuta, me thonë, deri sa fillon ajo vlimi i parë, edhe nale temperatura. Kjo për shkak se nuk guxojnë me lënë nëni me u zbut shumë, edhe në ndësa ma shumë që zihen, aq më shumë munden me i hup vlerat e tyre ushqyse. Tash i marrim fillimisht perimet. Kavanozi gjithmonë duhet me qenë shumë i pastër. Patjetër i sterilizuar paraprakisht. Ndërkohë pas dëshirës i shtojmë biberin e zi, edhe magdanas. Edhe gjethe dafine. Gjethe dafine i kemi shtu edhe këto, edhe i shtoj vetëm fond. Kem mushim krejt, se kena mi shtu edhe pak ujë. Ndërkohë nuk dja e përmende, po qepen e përdoni për salat, por nuk e futni te perimet e kuzihen, sepse zbutet shumë. Qeparin e freskët, dhe vendosët te perimet e zira. Qepen e shtojmë vetëm për shia, edhe normal me rritë vlerën e antibiotikut natural, që ka, edhe normal që jap pak ngjyrë. Që ka pigmentin e vjollce komplet recetës, thash kjo është si pas dëshirës. Thash që më një mishtu edhe hudër, nëse veç dëshirane, po në këtë rast na nuk e kemi preferu me shtu hudre. Edhe normal me një luk shto, e shtojmë edhe ujen. Këtë ujen? Po. Normal nëse dujna na i bojmë ma shumë shishe, por për mës me upko, fillimisht i hekim krejt perimet, pastaj e shtojmë ujin të se cila shishe. Po, kjo shishe kur mbyllet, qëndron në një ambient të errët, në temperaturë dhome, për 2 muaj. 2 muaj, pastaj mujna me hap. Mënyra që e kemi pregadit, edhe e kemi konzervu, për mës me na unëcej ma shumë, na largojmë këto. Për shkak që tjerat i vazhdojnë pas emisionit. Mbyllet, lihet 2 muaj dhe pas 2 muajve hapet dhe është e gashme për konsumim. Do me thonë taman një prej aty në recetave dimrore që ullum në vikend, krejt familja, edhe qërojmë, gërim, zim. Nëse vetë që kemi pastru mirë shishen, para prakesh, normal mujt falë, ose edhe në lartë se në temperaturë të lartë, atër nuk kena nevoj me qitë nujt në zetë si zakonisht që shimbyllin hermetikisht, nuk kemi nevoj, për deri sa shishja është e pastru me mirë, edhe normal që perimet janë nësime, ujë është i nxehtë. Më thënë, ideja është se në shtasi recet e ka përdor shumë edhe di në anatona edhe përdoren, po ideja është forma, mënyra se qysh mi rujt edhe qysh mi konzervu që mi arrujt sa ma shumë vlerat, po edhe të njëjtën kohë me përgadit të mënyrën e duhur dhe mi shtu sasin e duhur. Do më thënë nuk preferohet ufla mollës, preferohet këtë rast, kripa me qenë e trash, dhe krejt këto bashkë e bojnë një bombë me vlera ushqyse, thjesht bashkë në vjeshtës, me një shishe qelçi për time. Po, Lenu, të falenderoj për krejt informacionet edhe për recetën edhe që je pjesë e familja jonë çdo herë. Ndi, shumë për mundësin, të shnetë për të gjithë.